Të nderuar të gjuhës, mirë se erdhët në Ligjërim. Hapësirë kjo që i dedikohet artit të komunikimit dhe gjitha pasioneve që na bëjnë bashkë brenda këtij arti, për ta njohur botën në fusha të ndryshme në mënyrën më të mirë të mundshme. Mysafiri im i sotëm është rapsodi Gjemail Glavica, që për më shumë se qerek shekulli ka kënduar dhe ka trashëguar një thesar të gjerë të këngëve shqipe, me miq, dashamir, shok, koleg në vend pune gjithandej, duke i ruajtur dhe trashëguar të thesare brez pas brezi. Gjemail, mirë se erdhe. Jam shumë e nderuar dhe falëndëruese Gjemail, ku në këtë kohën e fundvitit gjetët momentet për të na nderuar dhe erdhët këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, faleminderit për ftesën. Më vjen mirë që jam në emisionin e juaj. Edhe është edhe në hyrje të emisionit Gjemail që për më shumë se qerek shekulli ju keni kënduar duke i quar përpara, duke i trashëguar këngët e thesarit të ndoshta më të bukur të këngëve shqipe, dhe ju i dini dhe i këndoni një numër të madh të tyre. Do doja të pyesja kur e keni filluar të merreni me muzikë dhe kur keni marrë në dorë këtë çifteli, kë e keni pasur idhullin tuaj? Çka ju influencoi? Çka ju bëri që ta doni çiftelinë edhe ta ruani, domethënë, këngët brenda një rapsodi për kaq vite? Shumë faleminderit, pyetje më dhan. Po si fëmijë, kur i më shku me babën në për Oda. Në për Oda me babën, kur i më shku kemi ngu këngëtar të vjetër, edhe më ka met në shtasit fëmijë ty, po ata një ode tonë, për shembull 50 veta, tu ja rrit syte, tu i ngu vetë ata tu knua, dhe qa po di që ashtu, tani baba ka ngu muzikë me ata gramofonat e ty në herit. A ka ekzekutu baba në çifteli? Jo. Domethënë ti? Jo. A kujtohet ai momenti i parë kur e bleve çiftelin? Po, nona me ka pa ble në qiteli, edhe tani kemi fillu shtu kapak me kënu, tash i më shoj qitelis, sharkis, primit, lahutës i më shoj besabes. Edhe lahutës? Po, lahutës, mandolinës, jo, i kapak shtu tana, edhe me kënu kom qef me kënu kong të Rizablacës, po edhe ka kong për shembull qytetare të vjetra, e ku ngu shumë edhe Hafsa Zyberin, Fitnet e Regjën, pëlqen edhe ai zhanri i muzikës qytetare. Po, muzikë qytetare. Përveç kësaj Gjemail, ju punoni edhe në teatr. Po. Domethënë keni filluar të bëni një punë më brenda teatrit dhe tani jeni bërë pjesë edhe e ndonjë teksti dramatik kur vihet në skenë si statist. Po merr një pjesë me, për shembull ti ekzekuton një këngë me çifteli. Po. Kur, në çfarë momente? Ku marr pjesë, po, edhe në përshfaqje, edhe në teatr kombëtar, po edhe në pjesë tjera, me organizata jo qeveritare, po. Që të kanë ftu? Po, ku me ekzekutu edhe në lahut, në çifteli, në sharki, edhe njëherë me tupan, po. Edhe me tupan, domethënë, sa instrumente e zotron? Po, 7-8. 7-8? Po. Që ta nisje me misionin, do doja ta nisje me një këngë. Cilën ti po don? Për nismi me këngën Dras të vekut, kush po ka, është një këngë për 1200 vjetë. E kush e din sakt. Sa ka qeni vjetër veku dhe nënat e motrat tona për mbi të. Veç e përmenin për 1200 vjetë është, e tash, po, ma me gjithsef. Dras të vekut kush po qanë. Nuk pele
Të shkoj të rije E vizën në ja ka dhojme Shpejt syze zajt e vodi shkojme Shpejt syze zajt e vodi shkojme Faleminderit shumë, të knoft zemra gjithmonë. Gjemal, kjo këngë thes që është e vjetër, më shumë se 200 vjet. Sa mendon që disa këngë nga gjithë ajtësari që ti denë dhe i kënon, e kanë rujt aktualitetin? Ka këngë që, për shembull, i përket edhe këtij aktualitetit tonë, që përkon me aktualitetin tonë, dhe a mendon që ka dhe disa këngë që ti këndosh tash, mëse duken shumë të vjetra? Po. Ka këngë të vjetra që kënohen edhe sot edhe nigohen. Bëlem për fatin e mirë, nashta këngët e vjetra janë të pavdekshme. Marrëm për shembull Shka në vjen ka dera jeme, këngë të Zablasës, oj Shqipni e mira Shqipni, janë shumë të vjetra dhe janë të pavdekshme, kaldrëmet po më shka si sha, ose kem këngë të herojve të vjetër që... Do më thënë, janë aktuale pavarësisht se... të komunikosh me publikun se ti këndon edhe mrenda ahengjeve kur të rasin shok, dashamirët, miqt, thjesht edhe ndonjëherë edhe brenda ambienteve të shtëpisë. Mbas është gjuha më e mirë e komunikimit me publikun kur ti këndon edhe ata tjerë të ndjejnë këngën. Atë ka ndodhur Gjem gjatë gjithë përvojës tone kaq shumë vjeçare që kur e ke këndu një këngë
e ka shpërthy një emocion dikon brenda aty. Po. Varet kur është ki ekip të mirë për shembull, ka herë është mirë edhe Kur e përçon emocionin e mirë. po kur e përshën emocionin edhe kur të ngojnë ata. Edhe shet që kënon një çatje me ty, një çatje unë kështu mas në edhe vetë po kënoj se unë edhe ku mlon muzikën, po s'po mlon njerëz. Nuk po mlon. Muzika nuk le ty. Nuk po mlon njerëz, hajde. Jo kështu e shoh dikun të kënu në atë pjesë, i drejton aty kush kënon, po më si taverna, Po, mblidhen ku 15 mblidhen? vet, 20, 30 vet. Mirë. Si ndihesh kur ata këndojnë bashkë me ty? Po mirë, normal, ndihesh mirë se po i pëlqen. Do më thonë, për një rapsod, a është kjo ma e mira që mundet më bo me një nej? Po, normal, kur të pajsh që po të hanë njerës të kënaqen e kënojnë me ty, ta më puna është diçka shumë e mirë është. E kur të kënojsh edhe ti kënon dikush fol atje, dikush atje, edhe shet e vetën që Ke mbetur je i padobishëm, je i pa vlerë, se po fletaj aty nuk jenë të interesu më të mu, shtu dhe s'këm qef me konë Nëse o të bime. Gjem, të punosh puna në teatr, çka të ka ndihmu tjetër? Për shembull, ti, kur ke fillu puna në teatr, ke qenë tani më një rapsod me zë, ke ditë me qindra këngë, çka të dha ty teatri? Ose aktor Çka më ka mësu për shembull teatri, po, nëse që kom një kompozitor, i kom një që i kanë thonë tjetër kuj për shembull mos bërtit, po këna. Edhe komare kom shtin kry, është shumë e vërtet, nuk bën me bërtit, po me kënu. Nashta me kënu shumë amull më mënu, jo me dal jashtë notave, me dal jashtë me bërtit e sene. Kënimi do të më këndu, amull mirë paqët. Edhe më marrë vesh ajo që e thu. Po, edhe normal i kjartë. Gjem, çka na kishe këndu tash, prej këngëve, mbase ato që ti kërkojnë, ose ai kolegu jam të kërkoj diçka? Po, a e lipi Andër Kesh. Andër Kesh në gjumë të parë. Andër Kesh në gjumë të pash, po? Këta ka kënur Riza Blaca mirë edhe... A po shihet refleksimi Riza Blacës.
mramje mshdirgjesh, a selam as merhaba. Natje mgjitesh, mramje mshdirgjesh, a selam as merhaba. Mjeshtrim ka qërtu hej, se kësaj pa rimos me jerat. Mjeshtrim u hej, ka qërtu hej, jo kësaj pa rimos me jerat. Hajde dalim pazar Durrësit, e shetitim me tramvaj. Hajde dalim pazar Durrësit, e shetitim me tramvaj. Dëvesin halku i kujt djali, është i nipi myrët e zaj. Dëvesin halku i kujt djali, është i nipi myrët e zaj. Faleminderit shumë. Ky tekst është shumë i mirë. Po? A është një prej këngëve më të kërkume kur Po kjo për shembull që ka ajo pjesë aty i kumni në përrod aty përmen natje mzhdirgjesh mramje, natje mgjitesh mramje zhdirgjesh, as selam as merhaba. Edhe nashta e kum kënu edhe se kum lexuar për shembull njerëzit rreth kufinit që në kanë kanë pa flamurin të ngrit. Po. Në mëngjes u ngrit mbrëmje, edhe as selam as marhaba s'ka guzoh mi thonë. Do se ka qenë kanë qerë të frerë. Po, në ndalume këtu. Shumica e këngëve populli i ka jetu edhe i ka trashëguar pres pas vrezi. Kënga ka qenë gjithmonë miku ma besnik i popullit. E kemi trashëguar edhe e rujt edhe në gëzime edhe në vujtje. Sikur me këngë kemi shëru plagët tona për me rujt moralin në nivel shumë të lartë njerëzor. Gjem, çka mendon ti për këngët folklorike, këngët edhe ato të vjetra që tash po ripërpunohen me artistë të ri? Për shembull. Mirë është po. Duket e bukur kjo? Shumë mirë është po. Po kanë bo dhe këta reperat e kanë qitë këngë dërvishoqë, se kanë duhet truhet të një këngë, pavarësisht në çfarë version. Po bën edhe më modernizue, nuk ka kur gjë të keqe. Unë për shembull që kemi pas një shfaqje ëndër kesh gjumë të parë, e kemi bë diçka bajake kompozitori ka pa ndri si lloj opere diçka me sharki. Mbyllim fillim të thesha mos është tepër të këtij veç rrim shoj edhe ajo kom pjesë teatrale, në një organizatë qeveritare. Po besoj që kom pa dalë shumë mirë. Njëherë aty një mtu të shazdel, e këna isha me një aktore, është kolege juve, Rabie Kryezion, ajo e këna i kesi operu, në ma isha një zodyt, veç shumë mirë kom pa dalë. A njerë i mtutën. E kështu që po, dhe onë si gjem, më ka ra, me modernizu kongë, sene, me... Ti përshtaten paka shumë edhe kohës për mënyrën se si këndohen. Në këto momentet e fundit vitit që po e lëm pas, çka pret nga viti i ri, Gjem? Nga viti i ri, po inshallah bëhet më mirë, edhe tash edhe zgjedhjet i kemi afër, inshallah i të ndrejshit shtetë edhe bëhet. Po në aspektin profesional? Aspektin profesional, çka ke dëshirë të ndodh? A mendon se nga njëherë është e nevojshme të bëhen disa tubime me shaher? Të jenë pak a shumë edhe për publikun ma të gjërë, jo veç për
Po, A mendon se me që ka kërkesa, janë do festivale, janë, po nuk po financohen ashta sa duhet prej komuna, për momentin veç ansambli shota që kemi, ajo normal është kadër i Ministrisë kështu Kulturës. do të këndosh vetë, qysh ke fillu? Nuk ke dëshirë të jesh pjesë ndonjë grupi, ndonjë ansambli, ndonjë... Valla, ja. Kum kënu me atë vlavën, tani më ka pa dekë, edhe unë që ta thashe kum lonë. Një vjetë, dykon ofër, s'kum pak nuk tani njerës, jo hajde, edhe apet se i kum pas kërkesa me kënu me këngëtar tjere, sene, po gjithësha jo se pelon, nuk po du me kënu atë, tani njerës po më lonë, hajde vetë, tani anisa me do këngë të Rizablasës, njerës po menojnë që pemi taj dykon mirë, edhe tani po më thirën, hajde, apet s'po më lonë, nashta një javë 2 herë, po kënaje... Imitohet nga pak, po se cili e runat autenticitetin e vetë, se cili e ka ngjyrën e zonit. E vërtet, është, në më nohna, njerë më thojnë mirë, po jo, ajo shkon, ajo ka ndaje një muzikë, se unë hi shumë nga ja tha, në atë kohën e vetë, kur ka kënu në atë kohën, kur i ka ra Sharkis, i ka ra si rockeri, ka ra. Nuk i ka ra në ashta në 3 nota, po ka përdor nota tëri poshtë, po krejt. Cila është më e vështirë Xhamail Sharkia apo Çiftelia për me ekzekutu? Për ty asnjëna apo ajo i ka 2 tela dhe kjo? Çiftelia më e lehtë është. Më e lehtë. Më e lehtë, më në Çiftelia është më e lehtë. Po kështu që mirë çka kemi bërë. Xhamail, unë të falenderoj shumë. Uroj që ky vit i ri që të vjen të sjell shëndet të plot, suksese në punën e teatr, edhe më shumë të shtofshin ahengjët e këndofsh gjithmonë, e pasurofsh edhe më shumë se mua më vjen shumë mirë që rapsodët kanë qenë gjithmonë ata që e kanë rujt trashëgimin kulturore të këngëve shqipe. Një proverb i vjetër që fut thot, nëse do ta dish një popull, ta njohësh një popull, është mirë t'ja dëgjosh këngët popullore. E vërtet është shumë. Edhe kjo do të thotë që duhet i ruajmë edhe t'i trashëgojmë në mënyrë që ta njohim përmes këngëve dhe edhe historinë tonë. Shumë faleminderit. Edhe për fund do ta përmbyllim edhe me një këngë. Edhe me një këngë, okej. Shumë mirë. Vin vaporat mojnano, bregu të detit, o dile këshyrni mojnana, shërë të mretit, o dile këshyrni mojnana, shërë të mretit.
vjetë, o moj nantë na prishin grate. Se mostarëshin moj nano për 7 vjete, o leti marrin moj nane burat blese. Ani leti marrin moj nano burat blese. Inshallah vjen, oh moj nanaj, deveret jetë. Inshallah vjen, oh moj nanaj, deveret jetë. Shumë faleminderit. Pas shëndetin, në obzava gjithmonë. Faleminderit shumë.